Kurani këte e thotë mrekullueshëm, thotë Allahu i madhëruar, o gjaet sekratul mauti bil haq, dhalike ma kunte minhu tahid. Thotë kur vija agonia e vdekjes, atër njeriu t'i bëhet e qartë se kjo qenë ka e vërteta, e i thuhet. A i thuhet me fjalë, a i thuhet me rrethana, nuk ka rëndësi, i thuhet, kjo është ajo nga e cila ke dëshiru të ikash. Kësaj ke dëshiru t'i shmangesh. Pra vdekja është ajo e cila në të vërtet njeriu e përgjumur e zgjan. Njeriu nuk vdes, njeriu zgjohet prej gjumit në momentin që e përjeton vdekjen. Por prej kësaj perspektive dhe prej këtij pozicioni nuk jemi në gjendje me përjetu se si ndodh ajo. Dhe kur është fjala besoj kësaj ke dashur t'i ikesh, nuk është fjala për vdekjen. Pra, pikërisht, sepse ai ka pas qartë, nuk e ka pas dilema në pikën që ai do të vdesë dhe nuk ka pas mundësi, po ka dash të ikur, po. Në përditshmërinë tonë edhe është bë retorik, të thuhet ikja nga drejtësia. Njeriu për një mend ka prirje, posaçërisht kur ndihet fajtor, ka prirje të ikë nga drejtësia. Por në dunja, pra në jetën e kësaj bote, ikë nga drejtësia për arsye se drejtësia kur realizohet nuk tjetërsohet. Do të thonë, organet e ndjekjes edhe organet e drejtësisë nuk të trajtojnë asnjëherë me mëshirë, nuk të falin. Nëse e ke bën një krim, ani pse ti vetë po shkon edhe dorëzohesh edhe e pranon, po nuk falet, edhe kjo është shumë e drejtë. Te Zoti është ndryshe për arsye se alternativa e drejtësisë është mirësia, dhe mirësia nuk e përjashton që njeriu të falet. Ikja nga drejtësia ndodh atëherë kur ma merr mendja, kur njeriu ndodhet në një shkretëtir, pothuajse i humbur, por edhe pa bagazh. E di se Zoti është i mëshirshëm, por e di gjithashtu se ky me gjithë dashamirësinë që mund të ketë njeriu për veten e vet, asnjë rrugë dalje, asnjë shteg nuk po ja gjen vetes për me e çu deri te mëshira e Allahut fuqiplot. E kjo ndodh në momentet e vdekjes, kjo ndodh me rastin e vdekjes, kjo ndodh pas vdekjes edhe kjo ndodh kur ringjallemi. E tash keqardhjet e këtyre momenteve janë vonë, janë të padobishme, ashtu sikur se i ka përshkruar Kurani.